do të flasim për atë çfarë paralajmëroi Rama me një publikim të tij në ditën e djeshme në rrjetin social X, ku fliste për ndryshime legjislacioni. Çfarë ndryshimi legjislacioni do të sjell kryeministri? Ky është publikimi i ditës së djeshme, por dalim pak tek dy nenet që mendohet të jenë ato të cilat Rama paralajmëroi se do të ndryshojë. Neni 241, po i lexoj të dy dhe më pas po jap fjalën ju që mos ju ndërpres. Kushtet e zbatimit të masave ndaluese. 1. Masat ndaluese mund të zbatohen vetëm kur procedohet për vepra penale, për të cilat ligji cakton dënimin me burgim më të lartë në maksimum se 1 vit, pra më shumë se kaq. Neni 242, pezullimi i ushtrimit të një detyre a shërbimi publik. 1. Me vendimin që disponon pezullimin e ushtrimit të një detyre apo shërbimi publik, gjykata i ndalon përkohësisht të pandehurit plotësisht ose pjesërisht veprimtarinë që lidhet me to. Këto janë nenet siç janë aktualisht, që ta sqarojmë, dhe këto janë ato që mendohet që Rama mund të ndryshojë. Dhe pika 2 tek neni 242 thot, kjo masë nuk zbatohet ndaj personave të zgjedhur sipas ligjit elektoral. Por, pse në rastin e Ballukut mund të zbatohet nëse ligji vijon të jetë kështu? Sepse roli i ministrit nuk është i caktuar nga populli, nga vota, por është i caktuar nga Rama. Kjo është ajo pika që mund të ndryshojë. Pajtohesh se po kjo është thelbi, ajo që ka vetë. Ky është thelbi. Unë mendoj që shiko, Rama po lufton precedentin sepse në gjykimin tim ai ka një frikë të madhe që mund të jetë personi i radhës që do përballet me këtë kazus. Prandaj mendoj që e ka bërë gjithë të luftë në gjykatën kushtetuese. I vjen përshtat një term që është përdorur në Romën perandorake nga Ulpiani, ka qenë një jurist i shquar, që thonte legi busolutus, i pa lidhur dhe i pa kurzuar nga ligji. Pra çfarë i pëlqen këtij ka fuqinë e ligjit. Ky njeri do tani që të ndryshoj ligjet sepse mendon që mund të jetë personazh i radhës. Ajo që kam unë një thirrje nga kjo studio Sidorela janë mbajtur 2 standarde në raport me çështjen e Belinda Ballukut. Me datën 12 dhjetor, kur gjykata kushtetuese vendosi pro zonjës Balluku, në fletoren zyrtare me urgjencë, unë e kam këtu, e kam bërë screenshot, është ora 19:14 minuta, që është botuar në fletoren zyrtare qëndrimi i gjykatës kushtetuese në raport me zonjën Balluku. Tani ne kemi një vendimmarrje të re për zonjën Balluku, ditën e premte ka ndodhur, sot jemi ditë e martë, ora tani është, me që jemi live, 12:53 minuta, akoma nuk është hedhur në fletore zyrtare. Pra, në rastin e parë, me urgjencën më të madhe, sepse vendimi ishte pro qeverisë, u publiku në fletore zyrtare, do të thonë njërë që është fletore zyrtare, futet në fuqi me njerë vendimi i gjykatës kushtetuese. Kur kemi vendime kundër qeverisë, këta bëjnë çmos që ta bllokojnë dhe mos ta publikojnë në fletoren zyrtar. Prandaj thirrja nga kjo studio është që t'i hapet rrugë kësaj historie dhe zonja Ballukut përballet me drejtësinë këtë rast. Pra, ajo është e pezulluar, nuk është më në detyrë. Ne e dim shumë mirë që qenia saj në detyrë. Sot po të doj, nuk firmos dot. Kjo është ide. Jo, ajo firmos. Sot. Po patjetër firmos. Sepse nuk është botuar atje. Nuk është botuar në fletore zyrtare. Ndërkohë, vendimi pro saj në orën 19:14 minuta që ne e dim shumë mirë që institucionet punojnë deri në orën 16. Pra, e kam këtu. Dhe këto janë 2 standardet që mban qeveria në këtë rast. Në vazhden e kësaj strategjie është dhe ndryshimi i ligjeve që kërkon zoti Rama, sepse me sa duket po i vjen rradha. Milejim, ky është, po themi pak a shumë nenet të cilat, këto janë nenet të cilat do të ndryshojë, por po ashtu ka informacion që Rama udhton drejt Brukselit për një takim me Antonio Costa, presidentin e Këshillit Evropian, por nuk e ka në agent, pra thuajse është një takim privat për një darkë informale. E lidh me çfarë po ndodh këtu? Desha vetëm paraprakisht ndërlidhe me diçka me Aulonin. Jam plotësisht dakord me juve që qeveria po përdor 2 standarde në raport me drejtësinë, por unë shpresoj që në të ardhmen edhe shoqëria civile edhe Ermali edhe ju personalisht nuk përdorni 2 standarde me drejtësinë në Shqipëri në raport për shembull me SPAK-un. Nuk po flas për juve, po flas për Sali Berishën dhe disa të tjerë që kur SPAK-u ka godit njerëzit e Partisë Socialiste e ka pas mirë. Momentin që ka godit njerëzit e Partisë Demokratike e ka pas keq. Unë mendoj që ky shtet do të vihet në binar, kur do të vijë një klasë politike, sikur ju, që i thot kryprokurorit, në rast se unë vërtet gaboj dhe shkel ligjin, duhet pari njeri që ta arrestoni, të vini dhe të me arrestoni mu. Sa i përket Ramës në Bruksel, kam informacione që Brukseli e ka vu Ramën për para një presionit të jashtëzakonshëm, sepse
në Perëndim mund të tolerojnë për gjera, jo për tunelin e Llogaras, jo për asfalt, jo për këte. Ama po e sulmove drejtësinë, po e mbajte peng drejtësinë, siç po e mban Edi Rama, peng gjykatën kushtetuese dhe shumë prokuror, ne dim se po jetojmë në Shqipëri, Shqipëria është vend i vogël, ne dim do me thonë se kush nga ministrat thirr prokuror, kërcënon prokuror, shantazhon gjykatëse prokuror. Në rastin e Belinda Ballukut, Brukseli nuk do të tregoj asnjë tolerancë ndaj Edi Ramës. Nëse Shqipëria ka pikë synim të futet në Bashkimin Evropian, nuk duhet të harroj arrestimin e kryeministrit Sanader të Zagrebit, të Kroacisë, sepse Brukseli ka vu disa detyra Edi Ramës. Se kur do i vi dita Edi Ramës për dhonë llogari, unë mendoj që nuk do t'jetë shumë e largët. Pse? Të gjithë e din që as Erion Veliaj, as Belinda Balluku, as Arben Ahmeti nuk kanë bo as ma të voglin veprim, pa një parakonsulencë me të madhin Edi Rama. Pse i jepti këtë lloj rëndësie takimit në Bruksel? Sepse Bashkimi Evropian edhe njëherë i thot troq Edi Ramës, sikurse i ka thonë Blinken në vizitën e tij të fundit, sekretari i Shtetit Amerikan ka pas një takim sy me Edi Ramën 60 minuta, edhe që nga ajo vizitë që ka qenë para 2-3 vite, se me data katastrofë keq, e di që Blinken, sekretari i Shtetit, i ka thonë Edi Ramës që duhet të shosh rrugë. Bota e din gjithkund ka hajni, edhe në Suedin ma demokratike. Vetëm unë personalisht që kur nuk jem përzin politiken e brendshme të Shqipërisë, kam analizu politiken ndërkombëtare, vetëm aq jam i shokum, sepse fëmijët i kam me nënshtetësi të Shqipërisë, nusën e kam të Shqipërisë, unë jam hala ma shqiptar se nusja ime fëmijët e mi, sepse jetoj me këtë vend, prej që jam fëmi. Hajnisi këtu, unë nuk kam dëgju, as kam po në filma, që dvidhet, do me thonë, paraja publike, në njërë aq të paskrupull, si që është bon këtu, me tunel, me rrugë, së ndërtohet, nëse rëgjohet atje dhe rruga e Korçës, kjo është e patolerueshme dhe Evropa nuk e falë një gjatë tillë. Po i preke parat e taksa paguzve, Evropa nuk të falë. Duke pasur fuqinë 84 mandate? 83 mandateve. E ka, po themi, gjithçka në dorë për ta bërë ndryshimin e këtyre dy neneve. A do t'ishte ndërhyrje në drejtësi? Atëherë, në parim, në qoftë se është nevojshme që le të themi që ndërhyrja në drejtësi, në ligjet që përcaktojnë për kufizojnë drejtësinë, të bëhen her pas here, por me disa kushte. Në ratë parë nuk mund të bëhen ndërhyrje të personalizuar ose specifikuar. Në rasti konkret, kryeministri ka shpallur që do të bëjë një ndërhyrje për diçka që e bezdis ato. Është dhe ajo që thot Auloni, përveç se e bezdis ato në rastin e Ballukut, se tash kjo puna Ballukut mbaroi në këtë nivel, ky diskutimi pezullimit tash i mbaroi edhe u krye. Por është e vërtet që nesër pas nesër mund të shkojë dikush edhe të pezullojë edhe ministrat të tjerë, ose edhe vetë kryeministrin ndoshta. Kështu që kjo është një gjë. E para, e dyta, ka një traditë politike e cila bën që ato që janë ndryshime të rëndësishme, që kanë impakt të madh, bëhen me konsensus të gjerë politik. Pra nuk mund ta bësh ti thjesht sepse ke 83 mandate, 86 mandate, 139 mandate, edhe sikur ti kesh, qofse është vetëm njëri vetëm aty që përfaqëson një mendim ndryshe, ti nuk e bën dot në parim atë gjë. Tash me vota mund ta bësh, juridikisht mund ta bësh. Por do të kesh parasysh që e bën kundër kësaj tradite, kundër një logjike demokratike që kërkon kompromis, konsensus. Se në fundit, e ata persona që janë aty në parlament, pastaj të tjerët, natyrisht janë njerëz që përfaqësojnë një pjesë të konsiderueshme shqiptarëve, nuk janë zero. Qëse ti merr përsipër që të ndërhysh në sistemin e drejtësisë në këtë lloj forme, ti i shumëzon ata me zero praktikisht. Si e lexon të deklaratën të zotit Blendi Klosi, se prandaj doja të ndalesh, sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste, besoj dje keni dëgjuar, ka qenë në disa studio televizive ku thoshte nuk do lejojmë të pezullohet një ministër sepse kjo është një shkelje. Shkelje e kujt? Për çfarë? Është shkelje e kapacitetit qeverisë për të vjedhur. Është e sigurt. Jo, thot kemi dy parime. E para, mbështetja për drejtësinë e re dhe organet e drejtësisë së re, dhe atë çfarë është drejtësia e re që merr vendimin.
Ne e mbështesim drejtsinë, po do t'i shkullim dhëmbët. Po çfarë do të thotë pra si lexoni? Po ja, ne do e mbështesim atë, po do ta paaftësojmë, do ta tredhim, do i shkullim dhëmbët, e do t'i vëmë gardin aty ke dera që të mos na godasin ne. Kjo është ideja. Është e thjeshtë. Edhe nuk duhet të harru shkurt 5 sekonda që ekziston një regulator i Bashkimit Evropian në Tiranë që nuk tolerojnë që një ligj të ndryshohet pa qenë në përputhje 100% me ligjet e Bashkimit Evropian. Sa të drejtë ka në kontekst në vetvete fjalia që Klosi është shprehur. Ky është vendim i qartë për ne, thot. Ku ne asnjëherë nuk do pranojmë që një organ që s'është i zgjedhur nga qytetarët të pezullojë një ministër, një funksion të padelegueshëm. Kam një pyetje, nëse policia kalon dy kantorë, shef një ministër duke rraur dikë, duke futur ca lek në xhep ose duke vjedh thjesht me parimin e asaj flagrancës. Ai ka drejtën që ta arrestojë? Ka drejtën. Ç'do bësh, do ndalosh edhe këto? Ose pse Klosi nuk reagoi njësoj për Erion Veliajn, ose pse nuk reagun për Arben Ahmetin, është një hall shumë më i madh te rasti i Ballukut. Shiko, Sidorela, kam një ndërhyrje se pyetët Rama në Bruksel. Së pari ne duhet të themi që kjo nuk ishte një vizitë e parashikuar. Kjo ishte një thirrje e zotit Rama pas zhvillimeve që kishte në gjykatën kushtetuese. Pra ti thua pas asaj? Patjetër, dhe është informacion zyrtar kjo tani më, nuk diskutohet fare. Tani çfarë ndodh? Në gjykatën kushtetuese ishte parashikuar që të bëhej një martesë. Pra, të kishte gëzim. Ndërkohë, ajo që ndodhi orën e fundit, pra 8 orë ishte dasëm, pastaj ndodhi mort. Se çfarë ndodhi atje brenda gjykatës? Ndodhi mort sepse një antar i gjykatës kushtetuese, që ne e dim shumë mirë se çfarë sentimenti ka, nuk po flas me emra të përveçëm, po për një antar u kthy vota e tij në minutat e fundit. U kthy absolutisht me ndërhyrjen e ndërkombëtarëve dhe këtë e kam informacion. Pra, ky votim që parashikoi të dilte 5-3 siç kishte ndodhur me 12 dhjetor, u bë 4-4 sepse po mbahej peng rrugtimi i Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Edhe Ramës ju kriju një lloj alibie përballë zonjës Balluku, që tani mu më thirrën në Bruksel dhe unë nuk kam se ku të mbajmë më. Dhe absolutisht janë dhënë mesazhe shumë të qarta nga Brukseli që për mendimin tim, domethënë Bashkimi Evropian ka pasur ambiguitet në raport, ndryshe ka qenë mesazhi i Shtetit Bashkuar të Amerikës, që është një vend i qartë në raport me SPAK-un e tjerë dhe ka prezencë amerikanesh. E dini apo jo që kanë një zyrë? Unë nuk besoj që ju mendoni që këto deklaratat që thot zoti Klosi, që është sekretari i përgjithshëm apo dhe antar të tjerë të Partisë Socialiste i thon nga mendja vet. Jo, nuk i thon nga mendja vet. Edhe besoj që gjithë në këtë tavolinë e kemi të qartë që nuk janë të gatshëm të votojnë asnjë e imunitetit. Ai ka dalë me urdhër të Ramës, sepse Rama nuk mund dalë dot në një luftë tani me faktorin ndërkombëtar dhe përdor zotin Klosi dhe personazhe të tjera të cilët nuk është se kanë ndonjë relevancë të madhe në publik, por me dhënë disa mesazhe të caktuara. Pra është sekretari organizativ i partisë, ai po mbron Partinë Socialiste. Ne po flasim për qeverinë, po flasim për rrugtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, po flasim për amerikanët që kanë prezencë në SPAK. E dini apo që kanë një zyrë dhe janë në SPAK dhe kanë një investim të fuqishëm në prokurorinë e posaçme. Janë këta njerëz që nuk do lejonin vendosin pikpyetje të reformës drejtësi. Ne në ligje kemi të parashikuar që në rast se një person kapet në flagrancë, arrestohet në moment, le të jetë jo deputet, po çfarë doj. Po, nuk po flasim për këtë rast. Po flasim për një një zonë e cila terdhi mesazhi ta shpjegoj. Po, është e vërtetë ajo. Është e vërtetë. Nuk ta thash në kuptimin që është kap në flagrancë Balluku. Në këtë rast jo, pra po ai rasti që po bëje krahasim. Po e bëja si analogji. Domethënë momenti që është çështje parimi, momenti që ti e mundson këtë gjë në një situatë caktuar, do duhet ta caktosh, ta parashikosh dhe në ato caktuar. Domethënë çfarë do bësh? Do i heqësh gjitha ligjet që prekin gjithë ministrat e tjerë, ka diçka mfala, Olona? Jo, s'ka gjë të pasqyroj pa. Ka dhe një gjë që është e rëndësishme këtu, se debati tash është zhvendos pak a shumë këtë çështja e pezullimit e tjerë. Çështja e pezullimit jemi dakord dhe flasim sa të duam këtu për çështjen e pezullimit. Më ka ardhur kërkesë tjetër. Çështja e pezullimit, s'ka rëndësi. Çështja e pezullimit nuk ka pikë në lidhjes me këtë çështjen e heqjes së imunitetit. Sepse problemi i vërtetë është çështja e heqjes së imunitetit, nuk është çështja e pezullimit. Ai është debati. Po çfarë bëri? Po, e vetmi arsye pse mori rëndësi tani këtë çështje zyrtare për këtë është prandaj e sollë. E vetmi arsye për cilën mori rëndësi tash në këtë moment këtë çështja e pezullimit është ky qëndrimi i qeverisë për të dalë dhe për të futur duar tani ke ligjet që ta bëjë pamundur pezullimin për më vonë. Por po mos ishte ky moment, gjithë debati në fakt që ishte ndërtuar mbi atë mbi një përpjekje të shumicës për ta lidhur pezullimin me imunitetin, domethënë ne nuk e heqim imunitetin sepse gjykata nuk ka bërë pezullimin.
janë dy çështje që s'kan pikën e lidhjes me njëra tjetrën. Çdo jurist, sado Një sekond, heqja imunitetit erdhi si kërkesë në momentin që u shtuan faktet sipas Spakut dhe pati intimidim të... Pikërisht, intimidim dëshmitarit dhe shkërku mas tjetër nga Spaku. Janë dy masa të ndryshme. Pezullimi është një gjë dhe heqja e imunitetit për arrestim është tjetër gjë. Janë dy gjëra komplet të ndryshme, që bazohen, kuptohet edhe në arsyet, pastaj shtesë në rastin konkret. Po kjo ishte arsyeja e madhe, nuk është çështja e pezullimit. Qeveria u përpoq të thotë që shikon, ne do ta lidhim këtë çështje me pezullimin sepse shpresonte që nëse do refuzohej pezullimi, kishte një argument komplet të pabazë, edhe jo logjik. Edhe një studenti më i dobët të juridikut ta thotë këtë gjë, e kupton, por qeveria ka shpresuar që njerëzit e thjeshtë të vendit ta hajnë atë koqe ulliri, edhe më fal për shprehjen, dhe të mos ta kuptojnë mos lidhjen e këtyre të dyjave me njëra tjetrën. Fal, ka vetëm një moment pra që ta mbyll atë që po thoja. Amerikanët dhe ndërkombëtarët rreth Bashkimi Evropian e kanë kuptuar akrobacinë e Ramës dhe piruetat që po bën për çështjen e zonjës Balluku për ta zvarritur deri në kufit që ajo të kalojë 3 muaj. Pra kjo është shumë e qartë dhe thirrja është shumë e qartë. Në rast kërkohet koka zonjës Balluku. Pra nuk mund të shkojë Shqipëria drejt agjendës europiane sepse kjo minon punën e Spakut. Pra këtu nuk ka më reformë në drejtësi, në rast se kjo zonjë do vazhdoj. Unë habitem me dashnorin e reformës në drejtësi që po bën gjithë shka që të blokoj në këtë rast krijesën e tij. Sa i tha e kam kriju unë Spakun, nuk e kanë kriju Amerikanë. Po vazhdon të thotë te deklaratat e tjera, vini pak Ramën dje tek ajo që paralajmëron të ndryshime. Pra është si ajo, ç'më duhet mua ç'a them unë. Thotë gjë kundër drejtësisë. Zhvegu, ç'më duhet mua ç'a them unë. Dy vepra i ka bërë Spakun edhe ka zonin mediatik Rama. Nëse ka bërë Spakun, duhet ta ndihmoj Spakun këtë rast dhe mos ta bllokoj. Prandaj, projekcioni që mendoj unë është ky, që ta mbyll. Në rast se ky do eci me idenë që do ta bllokoj 3 muaj, gjithë shigjetat e ndërkombëtarëve nuk do binë më te Balluku, do binë te Rama. Unë nuk e kuptoj pse ky po e merr këtë rol. Ndërkohë në Europën perëndimore, së pari do kishim ndërheqje të zonjës, ose së dyti do kishim një shkarkim nga kryeministri. Ky tani po e mban me dëm. Do ta shohim, për mendimin tim këto luftra janë fituar gjithmonë nga ndërkombëtarët, jo nga këta prisit tanë. Kjo është pritja e qytetarëve të thjeshtë nga brezi ju i ri politik, që të mbillet një kulturë e re politike, si që është rasti dosjes Epstein, apo i shef që njerëzit, vetëm pse i del një fotografi jep dorëheqje, a i shef që kryeministri i Britanisë të Madhe është në sikletin më të madh pse ka emëruar një ambasador, vetëm pse ka emëruar një ambasador i cili ka qenë në lidhje me Epstein. Tu s'ka kur far logjike, nuk ekziston këtë vend që zonja Ballukut mos jep vetë dorëheqje, ti thot drejtësisë urdhnoni, më hetoni, në qoftë se ajo me të vërtetë është e pafajshme. Çfarë kupton ti me këtë këtu në fund, pasi ka paralajmëruar ndryshime në legjislacioni, një shtesë nga ana ime, Spaku nuk preket, vetëm mbështetet. Liria dhe e drejta e çdo prokurori për të tetuar çfarëdo qoftë e këdo qoftë nuk preken, vetëm garantohen. Pavarësia kushtetuese e pushtetit legjislativ dhe ekzekutiv gjithashtu nuk preken, vetëm garantohen. Ne mbështesim Spakun, po Spaku s'do na prekin neve. A di si e përktheju në këtë? Në shumë vende arabe, edhe kur i vrasin gratë, thojnë e kam vrarë për të mirën e saj, me pushunat botën tjetër. Edhe të vret, edhe thot e vrava për të mirë. Në qoftë se Edi Rama, vërtet të donë drejtësi, nuk ka nevoj ky me u marrë me kur farë ndryshimesh. Ashtë një ligj moral, është një kod moral, që ky do duhet të thoshte çdo. Ajo pjesa që unë e kundërshtoj Spakun, në mënyrë absolute, nuk mundet Spaku me u sjell për shembull me një kryetar bashkie, me një ministër, kryeministër, Spari po të arrestoj, e pastaj po filloj në grumbullimin e fakteve. Këtu jam në mënyrë absolute. Ska funksionuar ashtu se që të shkohet deri ka arrestimi, paraqiten disa prova te gjykatësi. Arrestimi nuk e bën Spaku. Spaku e kërkon arrestimin te gjykatësi, është gjykatësi që e validon. Ke shumë drejt, po të edhin që pjesa dërmuese e gjykatësve në Shqipëri e në Kosovë janë noter të prokurorëve. Këtë e dim. Unë se di për vete. Po se din se halos kanë qunë quzë se ta ne merë vesh. Kur qojnë birucë ndë njëherë, kime kuptu si funksionon drejtësia në Kosovë, në Shqipëri, e në gjitha vetë. Shpresoj që jo. Shpresoj që jo, po të qunë ti nuk e një vetën. Në gjykatën e posaçme ke gjyqtar me shumë integritet.
Do më thënë, kjo është jo të gjithë, do më thënë, po një pjesë të tyre kanë vendos edhe kundër prokurorisë. Do më thënë, po deshe I marim rastet, do më thënë, një nga një. Ka edhe një element tjetër shumë të rëndësishëm që duhet pas parasysh. Çdo vendim që marrin gjykatat në Shqipëri, sidomos në raste të tilla, dhe GKK-ja apo edhe të tjerat, e kanë parasysh shumë mirë që çështjet mund të shkojnë shumë mirë në Strasburg. Dhe Strasburgu shërben në një farë mënyrë si një lloj autocensure paraprake për çdo gjykatës në Shqipëri. Se asnjë gjykatë në Shqipëri nuk do të donte që të marrë një vendim që t'ia hedhë poshtë Strasburgu. Është keq për atë, për karrierën e vet etj etj. Kështu që edhe këtë autocensurë zhvillon në një farë mënyrë edhe vetë Spakun, sepse e di që kur ta çojë atë çështje, ka firmën e vet aty. Po megjithatë ne po flasim për Spakun sikur të jetë një grup kështu homogjen. Në fakt nuk është grup homogjen. Ke prokurorë aty cilët duan ta bëjnë punën e vet, e bëjnë shumë seriozisht me përkushtim, madje rezistojnë edhe kërcënimeve, edhe presioneve të ndryshme, ke edhe nga ato prokurorë pastaj që nuk e bëjnë punën e vet. Mos ta mendojmë Spakun sikur është një grup I tëri, një superhero që po bën një diçka. Domethënë, ne ajo gjëja që kjo shoqëri duhet bëj, edhe kur të niset nga ideja për të përmirësuar kornizën ligjore, do të jetë pikërisht për të parë se si t'ja bëjmë që në të ardhmen, pikërisht, gjithë puna e Spakut dhe gjykatave të mos varet nga individ të cilët kanë çështjen dhe interesin kombëtar në mendje dhe në parim të punës tyre, por të jetë sistemi I cili organizon të gjithë. Ermal, a I la 4-4 Ramës hapësirë për ndryshime ligjore? Unë mendoj që edhe sikur mos ishte kjo, edhe çfarëdo gjëje që do ndodhte, sepse çështja do shkonte gjithmonë te çështja ke aspekti ke niveli imunitetit. Rama do kishte gjetë një pretekst tjetër. Në këtë moment Rama po pagun një kosto jashtëzakonisht madhe. Do thënë raport me ndërkombëtarët, raport me opinionin publik, ndryshe nga rastet e tjera kur ka dalë me atë parimi, ka rezistuar pak në fillim me Tahirin, me Beqan, me këto të tjerët. I ka mbrojt fillimisht, pastaj është dështuar dhe I ka thënë tani ne nuk bëhemi avokati juaj. Në këtë rast po, jo vetëm që është bërë avokat, po është bërë dhe ligjvënësi. Do ka marrë përsipër ndryshoj ligjet. Pse nuk e mendoni që takimin në Bruksel mund të ketë bëjë me negociatat për antarësimin në Shqipërisë në BE? Jo, negociatat bëhen sipas një kalendari fiks. Po ju jap informacion tjetër që Zoti Rama I është dhënë mesazh edhe për përplasjen me gjyqtarët. I kanë thënë tërhiqu nga përplasja me gjyqtarët sepse ky është shitje sikur këta. Po, sikur këta kanë kërkuar rritjen e pagave, ndërkohë këta kanë kërkuar zbatimin e ligjit. Ligji thotë që kur t'i rritet rroga... E kam diskutuar, po. Në proporcion të një institucioni tjetër. Prandaj, I është dhënë mesazh dhe për këtë. Mirë se dëgjoj, kur ja thua shqiptarëve gjyqtarët kërkojnë rritje page, e marrin shablon dhe thonë, dashkan paguhen më shumë. Në rast se ja sqaron qetësisht në bazë të ligjit, sa herë rritet këtij institucioni. Për lajm I mirë, edhe në rast se gjyqtarët kërkojnë rritje page. E dini ju që ka gjyqtarë që nuk e kanë marrë kurrë pagën e vet në Shqipëri. Nuk e dinë se e kanë rrogën. Pse kështu? Po sepse bëjnë korrupsion. Ne nga këta gjyqtarë kemi vujt. Nuk kemi vujt nga gjyqtarë cilët kërkojnë rritje page. Është lajm I mirë. Sepse më kujtohet historia e Napoleon Bonapartit, kur kishte në Francën perandorake shumë korrupsion. Dhe I kërkoi ministrit drejtësisë t'i rrisim rrogën gjyqtarëve. Dhe tha, ka korrupsion apo jo? Ka, tha prap. Rritja dhe herë. Ka korrupsion, është paksut apo ka prap? Jo, në fund fare ngeli vetëm një pjesë që sa do t'ja rrisja rrogën, ata korruptoheshin e korruptoheshin. Këta tha vriti, se këta nuk janë për drejtësi. Pra po flasim për standardin e kohës Napoleon Bonapartit. Edhe këtu, jo. Po flasim për atëherë. Atëherë giotina ishte zgjidhje. Ne po themi tani ka njerëz që nga sistemi fare ata që vazhdojnë të jenë korruptuar edhe pasi rritet paga. Kësaj radhe ne I heqim nga sistemi, që do të thotë, kur kërkon gjyqtari rritje page, pra ju thoni në Bruksel është folur vetëm për përballjen qeveri-drejtësi. Dy momente. Momenti parë, zonja Balluku, që pengon integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Momenti dytë, I është kërkuar Zotit Rama që të rrinë neutral në raport me gjyqtarët. Milejm, çfarë cënon Rama? Kjo do vërtetohet kjo që po takimet në Bruksel edhe thirrjet që I bëhen nga ndërkombëtarët apo protestat që po vazhdojnë? Shiko, Edi Ramën mund të argëzoj vetëm Brukseli, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kombinim me krijimin e një fryme komplet të re politike, një mentaliteti komplet të ri politik, një brez I cili vjen dhe nuk ka njeri në studio që I thot dikuj me gesht, më falë, po ti ke qenë pjesë strukturave të vjedhjeve, të korrupsionit, e tjera, e tjera. Unë mendoj që është koha për opozitën që të bajë reformat thella. Rama është mbyt në kazanin e tij politik, sepse e ka ndërtu një parti e cila udhëhiqet
në mënyrë absolute si kur në kohën e Enver Hoxhës. Dhe më thonë, ky e ka një Sullo Gradec atje që delne për studio momentin që disa dhe kolegë tonë gazetarë dalin e përgojojnë një minister, dije që aja është duke shku drejt arrestimin ose drejt gjykatave. Ky e ka ndërtu sistemin e funksionimit Partisë Socialiste me një njeri. Unë i kam prova, kam testime që i kam testu disa ministra për punë ma të thjeshta dhe thonë që ne drejtoj orame sepse neve nuk mund t'japim asnjë përgjigje. Partia demokratike dhe partitë e opozitës duhet të krijojnë një frymë tërësisht re, të krijojnë një besueshmëri dhe unë mendoj që bashkë me këta duhet vjedhë një brez i ri i gazetarëve në Shqipëri, të cilët duhet ta dinë që ne si gazetarë, si analist kemi mision. Cili janë misioni ynë? Misioni ynë është me thonë bardhën bardhë e të zezën zezë. Jo sa ta hap një analist gojë në studio, nënyrë absolute unë dhe ti si Dorela e dim se kush është mbrapa tyre. Kështu që nuk shkon. Ne kemi bo aq qorb opinionin në Shqipëri, sa që ai qytetari shkret thot kujt i besoj. Shqipëria është i vetmi vend ku vujmë për drita, vujmë për ujë, ti gëzohesh kur të vjen ujë. Apo kupton, e kam thonë dhe po e them, mos të krenohemi ne që i kemi 12 milion turista, 13 milion turista. Pse? Se turistin në Shqipëri vjen vetëm një herë. Por nuk vjen 2 herë i njëjti turist, nuk vjen 2 herë. Pra ne s'kemi përsëritës tua. S'kemi, sepse nuk kemi infrastrukturë. Shqipëria është terror psikologjik kur ti hyp në makinë. O mendon me vro vjerrën, o mendon me vro veten. Sa është terror psikologjik me hyti brenda Tiranës. Unë ma let vi prej Kosovës, e deri të aeroporti, se sa prej aeroporti në qendër Tiranës vaj 2 ora. Faktikisht të mos muajt e fundit është bërë problem.